Ju keni sjellë në Shqip 2 nga kryeveprat e Orwell, është Ferma e Kafshëve nga njëra anë dhe 1984 nga ana tjetër, janë libra që asnjëherë nuk iken nga moda dhe lexuesit gjithmonë kanë ëndje dhe dëshirë që të rikthehen atyre. Do ishte mirë të iknin nga moda, në mënyrë që të mos i flisnin më kësaj bote, që do të thotë që kjo botë ka ndryshuar dhe nuk ka nevojë më për shenjat që jep Orwell, por fatkeqësisht mbeten aktual. Çfarë është më e vështirë në përkthimin e Orwell, ironia, thjeshtësia apo le të themi kështu pesha filozofike në ato që ai do të përcjell? Ironia angleze është gjithmonë problem për të përcjellë, sepse ka një rafinesë të tillë që nuk është e lehtë ta rindërtosh, sepse flasim për një background kulturor të gjerë dhe të gjatë, një shtrat kulturor që nuk mund të bartet lehtësisht. Nuk ja kthen dot rrjedhën lumit edhe ta hedhësh te nga krau tjetër. Por nuk mendoj që është kjo më e vështira, për mua pjesa më e vështirë me Orwellin ishte stili i tij prej gazetari. Orwelli, meqense profesionalisht është i formuar si gazetar, edhe kur shkruan letërsi, paktën këtë 1984 e ka këtë dhe ka shumë të ndjeshme, shkruan në një formë prej artikulli gazete, që nuk do të thotë artikull gazete i keq, pra nuk flasim për gazetarinë e kohëve të sotme, por flasim për gazetarinë e viteve 30-40 shekullit të kaluar. Frazat dhe fjalitë koncize, jo shumë të gjata, jo shumë të shkurtra, me figura të përmbajtura, nuk ka metafora të jashtëzakonshme, ka më shumë krahasime që ose duhet të jenë të sjella fakt ose ndryshe nuk vlen përkthimi. Kjo ishte pjesa më e vështirë e Orwellit tek 1984, kurse tek Ferma e Kafshëve problemi ishte ajo, ironia, pikërisht ironia, humori anglez. Është i vështirë për të përcjellë në gjuhën shqipe. Në ca çaste po, ishte i vështirë. Në ca çaste i vështirë, sepse është humori që qëndron në tekst, nuk qëndron në sipërfaqe.